Te metoda diagnostikuse tek sëmundjet inflamatore, qofte morbus Crohn ose qofte edhe te ulqerat që i përmende, janë përmes ultrazanit, përmes gjakut, përmes kolonoskopisë ose gastroskopisë, apo si shkon? Po, fillimisht nuk ka diagnostifikim të sëmundjes pa një anamnezë edhe pa një ekzaminim fizikal. Domethënë, ata që i ka përcejnë këto dy kode të mjekësisë, domethënë nuk kanë bën diagnozë siç duhet. Për arsye se pacienti vjen me një background, vjen me një background simptomeve dhe të shenjave, prandaj ti nuk mundesh me ignoru ato shenja, po ti duhesh më marr me ato shenja, edhe pastaj në bazë aty me formu një algoritëm se mund të jetë kjo. Sa më tepër që ngushtohet algoritmi, jemi më afër diagnozës. Po, ne zakonisht kemi bën një rutinë edhe në klinikë edhe në sektorin tjetër që nëse pacienti ka mrena disa muajve barkësitje dhe ka përmasa të gjakut frest, ka lodhje, ka zbehje, ka humbje peshe, gjitha ato, edhe është me moshën më të re, ajo para që na bjen ndërmend është sëmundja inflamatore, domethënë konkretisht koliti ulqeras. Prandaj në laborator do t'i kërkojmë të gjitha ato ekzaminimet laboratorike të një sindrome inflamatore, qoftë sedimentimit, leukocitëve, C proteinat reaktive dhe gjithë paletën tjetër, albumina, proteina totale, por nuk duhet të harrojmë kalprotektinën e feces. Kalprotektina është një tregues i aktivitetit të smundjes. Prandaj edhe në bazë saj na mund të orientojmë. Për shembull, një kalprotektin del 700-1000. Atë jemi me një siguri, mos them 100% për arsye se në mjekësi kështu janë gjanat, jemi shumë sigurt se kemi të bëjmë me kolit ulqeras. Edhe pacientat e tillë pastaj do t'i nënshtrohen fillimisht nëse kemi kontraindikime për kolonoskopi, për gastroskopi, për arsye se kur dyshohet për një kolit ulqeras, gastroskopia jo që ka ndonjë relevancë është madhe, kolonoskopia është jashtëzakonisht relevante për arsye se edhe e shohim qëllimi tash në këtë aspekt është përcaktimi i diagnozës, por pse i kryjmë gjitha këto? Se dojmë me ditë një diagnozë, dojmë me ditë një aktivitet smundjes, dojmë me ditë ekstenzionin nëse shtrirjen e procesin, edhe dojmë me ditë komplikimet eventuale. Këto janë qëllimet e ekzaminimeve që na i bëjmë. Hymë me kolonoskop, edhe shohim mukozën karakteristike që është për kolit ulqeras, që unë nuk besoj që ka nevojë për auditorium gjansës se si karakterizohet ajo, mirën biopsit, të cilat janë meritore për diagnozën përfundimtare. Për arsye se është rregull që ne sado që mendojmë, ndoshta edhe 1000% që është kolit ulqeras, histopatologjia duhet me vërtetu, me vërtetu domethënë diagnozën. Pastaj në anën tjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsye se shohim se deri ku shtrihet koliti ulqeras. Nuk është njëjtë koliti ulqeras si mushtri vetëm në rektum, domethënë pjesën e fundit të zorrës së trash, sikur mushtri në krejt zorrën e trash. Për arsye se dhe prognoza e asaj që shtrihet në krejt zorrën e trash nuk është e mirë. Apo në zorë të trash. Urna? Koliti ulqeras. Ajo vetëm në zorë të trash. Vetëm në zorë të trash. Ndërkaq për dallim prej kolitit ulqeras, Crohni ka një lokalizim më ndryshe. Te Crohni thuhet të në librat mjekësor që lokalizohet të fillu prej gojës e deri tek anusi. Pra mund të kemi mirë po. Lokalizimet më të shpeshta i hasim në regionin ku zorra e hollë përfundon në zorrën e trash. Edhe me njëherë në atë afërsitë të zorrës së trash. Domethënë që na i quajmë regioni ileocekal. Domethënë aty është lokalizimi më i shpeshtë. Saqë në disa raste për shkak dhimbjeve të cilat ekzistojnë në nivel të anës së djathtë poshtë, e që shpeshherë mund ta sjellin pak në iluzione edhe vetë mjekun e kirurgun se mos bëhet fjalë për ndonjë apendicit, pacienti në disa raste hyn për apendicit. Po për zorçore për ndryshe, po. Kur hapet shihet se nuk pas ka qenë pyetje apendicit për shkak të simptomatologjisë dhe për shkak të edhe laboratorit. Në ato raste ngjashme. Çka i bëhet pacientit? Pacienti në ato raste shihet, domethënë bëhet një eksplorim i atij regioni, hiqet ajo pjesa e cila ka shkaktuar ato probleme, atë ngushtim, atë substenozim, atë subiloz, hiqet ajo pjesë, po
hiqet edhe apendiciti, për arsye se është një procedurë cila për shembull mas 6 muajve një viti mundet përsëri me fitu apendicit. Prandaj shumica kirurgëve preferojnë që me një rrugë si parandalim me një fjalë.